Ekrem Hyseini nuk ja zgjati dorën shpejtim Bulliqit mbrëm pas debatit në Kanal 10. Nuk e zgjat dorën për? Duhet ta them këtë. Arsyeja ishte fisnike, e qëndrueshme dhe pajtohu plotësisht në këtë pikë me Hyseinin e LDK-s. Në një debat më herët, Bulliqi flet me një lloj përbuzje ndaj vllaut të Hyseinit, i cili është invalid civil i luftës. Me saktë vëllai Ekrem Hyseinit, Agronin, është i mbijetuar i masakrës së Koliqit, që është zyrtarisht masakra e dytë më e madhe në Kosovë me mbi 229 të vrarë nga Serbia. Vllai është invalid. Dhe mashtrimi ai ka qenë Ku ka qenë invalid? Ku invalid? Çfarë invalidi? Ti e paktyrë. Invalid në Koliqa? Aq ka qenë përbuzje e poshtër sa vëllai Ekrem Hyseinit u dash me dhënë intervistë për Voxin për me tregu që është invalid i luftës. Agroni ka rrëfyer që si 14 vjeçar është plagosur në masakrën e Koliqit. Pra Agroni është fëmijë i mbijetuar i luftës dhe invalid. Në vend se më u gëzu që një fëmijë ka shpëtuar fatmirësisht nga vdekja në masakrën e Koliqit, Bulliqi e përboste krejt këtë përjetim të tij. Është marrë me fëndu viktimat, me mohu sakrificën. Vyn veç pak ndërgjegje, por me kuptuar që kjo qasje e Bulliqit është e gabuar, e dënueshme dhe e patolerueshme. Duhen respekt e nderim për secilin viktim. Prandaj gjesti i Ekrem Hyseinit për mos me ia zgjat dorën shpejtim Bulliqit është vendim tepër korrekt. S'mundesh me fye viktimën, invalidin, me përçmu të mbijetuarin i masakre edhe të nesërmen me vazhdu sikur nuk ka ndodhur kur gjë. Përbuzja ndaj viktimave duhet me kon vija e kuqe e panegociueshme. Kushdo që nuk i respekton viktimat nuk meriton me zgjat dorën. Përndryshe masakra e Koliqit zyrtarisht është masakra e dytë më e madhe në Kosovë. Masakra e Koliqit ka ndodhur në prill të vitit 1999. Atë botë në këtë fshak të Gollakut janë pas mbledhur mira persona të shpërngulur me dhunë nga fshatrat e Llapit dhe të Gollakut. Zyrtarisht 229 persona janë vrarë për 2 ditë. Ka mundësi që numri është shumë më i madh. Ndoshta rreth 500 persona janë vrarë në këtë masakër. Për shkak që shumë të vrarë nuk janë varrosur në varrezat përbashkëta në përkujtim të kësaj masakre, por në varreza familjare në përfshatrat e Gollakut e Llapit.